Fotoja virale e syve të Pierrot të Miss Finlandës shkakton stuhi racizmi. Deleguesja e Finlandës në konkursin e bukurisë Miss Univers muajin e kaluar të mbajtur në Tajland ka shkaktuar polemika dhe zemërim pasi një foto e saj duke tërhequr cepat e syve është bërë virale. Sara Drasce, së cilës si është hequr kurora e Miss Finlandës, e ka ngarkuar foton me mbishkrimin duke ngrënë me një kineze. Poza me sytë e Pierrot shpesh shihet si mungesë respekti ndaj aziatiko-lindorëve. Postimi shkaktoi reagime të ashpra në Japoni, Koren e Jugut dhe Kinë kundër 22 vjeçares dhe madje kundër transportuesit kombëtar të vendit të saj, Finnair. Kryeministri i Finlandës dha mendimin e tij të hënën duke thënë se gjeste të tilla ishin të pamenduara dhe budallalliqe dhe se polemika që pasoi ishte dëmshme për vendin. Zonja Zavce pretendoi se gjesti ishte reagimi i saj ndaj një dhimbje koke gjatë darkës. Ajo tha se një mikesh i shtoi mbishkrimin ofendues postimit të 11 dhjetorit pa pëlqimin e saj sipas tabloidit lokal të vendit. Ajo ka kërkuar falje për foton duke vënë dukje se ajo ka shkaktuar keqdashje tek shumë njerëz. Ky nuk ishte qëllimi im në asnjë mënyrë. Një nga gjërat më të rëndësishme për mua është respekti për njerëzit, prej ardhjan dhe ndryshimet e tyre, shkroi ajo në postimin në Instagram. Kërkesë falja përsëri shkaktoi kritika dhe me disa që e quajtën të pasinqert, duke qenë se ishte shkruar në finlandisht. Një person shkroi: "Kjo është e pahishme, aziatikët nuk të bën asgjë. Ne jemi ende të zhgënjur me ty." 2 deputet të krahut të djathtë në Finland, Juho Eurola dhe Kaisa Garedeu, postuan foto të tyre duke imituar gjestin e zonjës Zavce për të treguar mbështetjen e tyre për mbretëreshën e bukurisë. Postimet u hoqën pas reagimeve të ashpra. Eurola kërkoi falje duke shtuar se mendonte se zonja Zavce ju dha ndëshkim disproporcionalisht i ashpër. Kryeministri finlandez Petteri Orpo i dënoi veprimet e deputetëve si fëminor, duke shtuar se ligjvënësit duhet japin shembullin dhe sjelljen e duhur. Partia finlandeze po shqyrton nëse deputetët duhet përballen me ndonjë sankcion për veprimet e tyre, raportuan mediat lokale. Finnair tha transmetuesit publik Jele se polemika kishte ndikuar në kompani dhe se kishte pasur thirrje që turistët të bojkotonin Finlandën. Deklaratat ose postimet e përmendura nga disa antar të parlamentit finlandez nuk përfaqësojnë vlerat e Finnair. Shkroi linja ajrore në llogarinë e saj në japoneze X të martën, si një linjë ajrore mbështetur nga punonjës me prejardhje të ndryshme dhe klient në të gjithë botën, ne pretendojmë të mirëpresim të gjithë me respekt, shkroi ajo. Debati ka tërhequr vëmendjen edhe në Japoni, Koren e Jugut dhe Kinë, ndërsa ndër vendet e tjera të Azisë Lindore, një burr japonez që jeton në Finland nisi një peticion duke kërkuar një hetim mbi diskriminimin anti-aziatik, i cili kishte mbledhur më shumë se 7.000 nënshkrime që nga mbrëmja e së dielës, raportoi gazeta Asahi Shimbun. Ambasada finlandeze në Japoni tha se kishte marrë mendime dhe pyetje të shumta mbi përpjekjet e Finlandës për të adresuar racizmin. Racizmi mbetet një sfidë në shoqërinë finlandeze dhe zgjidhja e tij kërkon përpjekje të vazhdueshme dhe të vendosura, pranoi ajo në një postim në X më herët të javë. Polemika rreth zonjës Zavce dhe është një përshkrim i një konkursi kaotik të bukurisë së Miss Univers të organizuar në Tajland, i cili ishte shoqëruar nga largime dhe akuza për manipulim. Organizata e Miss Finlandës tha se rrëzimi i zonjës Zavce ishte një veprim i vështirë, por i domosdoshëm. Miss Finlanda mban një pozicion modeli i cili kërkon respektimin e të gjithë njerëzve pavarësisht origjinës, prejardhjes apo pamjes së tyre, tha organizata në një deklaratë. Na vjen thellësisht keq për dëmin që kanë shkaktuar këto ngjarje, sidomos për komunitetin aziatik, por edhe të gjithë të prekurit. Racizmi nuk është kurrë i pranueshëm në asnjë formë, shkroi ajo.